Përshëndetje Nilo, si ka du? Përshëndetje, nga po na telefononi. Ju të telefonoj nga Prishtina, jam banor rrugës Qendresa. Po. Do ta mendoni shqetësim me juve. Po, i nderuar. Po, ko që kena po ankesën komunë, për ka që kërët vëzitën nga pjesë rruga Qendresa shumë shpejt. Po. Edhe nuk kena morë përgjigje prej drejtorit atë hershëm shërbime publike. E do shta mendo që me juve nata e kështë adresu këtë problem. Pra ju e përmendët që veturat po ecin shumë shpejt. Keni telefonuar policinë? Po ashtu edhe kamionat që hudhin atje gazën dhe përinat e deponia i njerë, që është më të qartë, te për shpejt vëzdise. A ne parkur me bërbojnë jetesën pak më të shtirë. Mirë, policinë e Kosovës e keni njoftuar? Po, e kemi njoftuar disa herë, po nashta edhe së në merën për ditë me këtë problem, se ne kena posi banur më të rësyshme nëse ishim vendus dhe pengesa. Po, absolutisht. Mirë, i nderuar, ne sot po e telefonojmë policinë e Kosovës, po miremi me këtë rast dhe po e dërgojmë ankesën tuaj edhe po shpreson të ketë. Rruga Qendresa, Mileniumi i Tret, që aja u tepër, si motura, si kjera, shumë e zërmshme. Mirë, faleminderit shumë ty që ndave këtë shqetësim për gjithë banorët. Kalofsh mirë. Padyshim. Ditën mbar.